14. Kushti i tretë për namaz. Mbulimi i trupit. Kur dëshirojmë të hyjmë në namaz, duhet të vishemi në mënyrë të plotë. Femra duhet ta mbulojë tërë trupin post fytyrës, duarve deri në shuplak dhe këmbëve deri në nyje. Kjo mënyrë e veshjes për femrën duhet të jetë edhe në rastet e tjera, në rrugë, punë apo para të huajve në shtëpi, në rast vizite të mysafirëve. Rrobat e femrës duhen të jenë të plota, jo të tejdukshme, jo provokuese, të gjera, me ngjyra të pranueshme, tradicionale për vendin ku jeton, rroba jo të parfumuara e të tjera. Meshkujt duhet të mbulohen sipas traditës së vendit ku jetojnë, por asesi më shkurtër se mbi gjunjë dhe nën kërthizë, sepse kjo pjesë quhet pjesë e turpshme. Rrobat e tyre duhet të jenë të përshtatshme për punë, ibadet dhe pushim, të gjera dhe jo provokuese.